Rruga Vodic-Qavdardh po shndërrohet në një aterje të rëndësishme lise mes Beratit dhe Gramshit, duke hapur një perspektivë të re për zhvillimin ekonomik, social dhe turistik të gjithë zonës përreth. Ky aks rrugor shërben jo vetëm si një lidhje më e shpejtë dhe efikase mes dy qyteteve, por gjithashtu krijon lehtësira të mëdha për banorët e fshatrave që ndodhen përgjatë këtij itinerari, të cilët më parë kishin vështirë të konsideroheshin në qarkullim dhe aksesin e shërbimeve bazë. Kreu i qeverisë ka ndarë pamje nga puna që po zhvillohet në këtë kantier të rëndësishëm infrastrukturor, duke theksuar se projekti po përparon me ritme të kënaqshme dhe çdo ditë merr gjithnjë më shumë formë konkrete. Ai nënvizoi se ky investim nuk është vetëm një projekt rrugor, por një mundësi reale për zhvillimin e turizmit natyror dhe të aventurës në një zonë me potencial të jashtëzakonshëm. Aktualisht punimet janë përqendruar në segmentin Frashtan, Çesma e Tarikos, ku po realizohet zgjerimi i rrugës ekzistuese, ndërtimi i tombinove për menaxhimin e ujrave dhe ngritja e mureve mbajtëse për pjesën më të ndjeshme të terrenit. Kjo zonë karakterizohet nga relievi thepisur dhe sfidues për ndërtim, por nga ana tjetër ofron një natyrë spektakolare me peizazhe që të lën pa frymë, duke e bërë këtë rrugë jo vetëm funksionale, por edhe një destinacion më vete për turistët vendas dhe të huaj. Me përfundimin e këtij projekti, Berati fiton një qasje të re drejt zonave alpine të Gramshit, duke integruar më mirë në hartën turistike dhe duke nxitur iniciativa lokale për zhvillimin e bujtinave, agroturizmit dhe aktiviteteve të natyrës si ecjet malore, kampingjet dhe sportet e aventurës.